shonin të rësisht argument, do flasim për temën e tretë, atë të aeroportit të Vlorës, sepse në prokurorinë e Tiranës u pa, doli para kamerave, një nga ndërtuesit e aeroportit të Vlorës, zoti Hajdin Pacolli, më falni, Bexhet Pacolli, dhe doli duke thënë se ishte për të dhënë versionin e tij për ngjarjen. Në fakt, aty ka plasur një skandal mes dy ortakëve, mes zotit Pacolli dhe zotit Valon Ademi, të dy palët kanë bërë padi dhe kundër padi për pronësinë e aksioneve për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Çka rrezikon do që kjo vepër kaq madhore, kaq strategjike të ngelet peng i një procesi gjyqësor, pse jo dhe një i arbitrazhi ndërkombëtar. Cila është aspekti juridik i kësaj çështje? Merenda nuk është ajo që kanë këta me njëri tjetrin, se ajo edhe mund zgjidhet. Merenda është që kanë bërë këta me kontratën. Ka lënë kontratën peng të një institucion i panjohur për shtetin shqiptar. Kanë financuar projektin të një institucion financiar i panjohur nga shteti shqiptar, duke dhënë si garanci koncesionin. Ky institucion financiar i panjohur, po të them prap, nuk i dim kush janë ortakët, kush janë pronarët, nuk dim asgjë. Fond është në Luksemburg. Fond Luksemburg, thon, po nuk e dim. Pra, që ta marrim me radhë, kemi u fitua tenderi nga një kompani turke? Jo, u fitua nga një koncesion. Ishte zoti Pacolli dhe kompania turke dhe zoti Ademi me 2%. Me 2%. Brenda javës kompania turke tërhiqet? Po, se duhesh vetëm sa për të marrë letrat. Për 5.000 euro. Këtu ministria bën një gabim, ministria shkel ligji me 2 akëmët, sepse miraton transferimin e kuotave dhe në këtë moment kompania konsorciumi që do ndërtonte aeroportin do të kishte patjetër një ortak që merr vesh nga menaxhimi i aeroporteve, nuk e kam më. Domethënë janë vetëm 2 ortak shqiptar, 2 kompani shqiptare, zotit Pacolli dhe zotit Ademi, dhe këta nuk kanë një kompani që merr vesh nga administrimi i aeroporteve. Kanë bërë një bashkëpunim me një aeroport tjetër, po është diskutim tjetër. Këta pastaj fillojnë luftën me njëri tjetrin se kush ka aksionet. Po ky zoti Hajdin Pacolli për çfarë ishte aty? Ke informacion ti? Po le ta them pra. Bexhet. Tani këta po zihen shqiptar. Mos e ngatroj se me gjithë është gropa atje hapur. Po pra. Po zihen shqiptarët me njëri tjetrin në zotëri për punën e kuotave. Zoti Pacolli thot nuk kam 51, kam 98. Ai zotëria thot jo po 45 i kam marrë unë, do të kem 49 një tillë. Po zihen punë kuotash. Mi ke transferuar, nuk mi ke transferuar. Kjo është kot, po të them, kjo që po zihen tani, nuk sjell efekte në administrimin e aeroportit, se fund ditës këta do i zgjedhin aksion. Aeroporti duhet ndërtohet një herë. O zotri, aeroportin ta ka marrë një kompani që ti nuk e di kush është, o zotri. Ajo kompania vendos se si do menaxhohet, se si do bëhen llogaritë bankare të aeroportit, se si do jetë plani i zhvillimit. Nuk e dim. Po është kontrata, më zotri. Jo, s'ka kontratë. Ka marrë një kredi 100 milion të zoti Pacolli. Kredia që ka marrë 100 milion, praktikisht i shet konsorciu. Pra është vënë si garanci, thot Indriti. Kontrata është vënë si garanci. Jo vetëm aseti, o zotri, është vënë dhe menaxhimi i asetit si garanci. Për të garantuar lekët e veta ata, thonë që ti do marrësh opinionin tonë, nuk merr dot vendime të pavarura, do të themi ne si menaxhohet. Nuk e kemi lexuar atë kontratë. Po është kontrata është publike. Jo, ajo me fondin Po pra me fondin pra është publike. E kanë nxjerrë pra kontratën. Edhe gjithë kjo tani, këto janë investime shumë strategjike. Për çdo ortak të ri që hyn ose largohet, do të merret miratimi nga Ministria e Linjës, Infrastrukturës dhe Transport në këtë rast. Me lidhjen e kësaj kontrate, Ministria dhe Shteti Shqiptar ka dalë jashtë loje. Ka qenë e panjohur për Shtetin Shqiptar kjo kontrata. Tani Shteti Shqiptar praktikisht ka një aset që ka rëndësi strategjike për Shtetin Shqiptar, të cilin nuk e di fare se kush do ta administroj. Kjo është problemi në gjithë historinë tani. Sepse këta zihen me aksione, do i zgjidhë gjykata civile kush ka 49 dhe kush ka 51. Nuk i hy fare unë asaj. Problemi është se ty ta ka marrë menaxhimin e aeroportit, ta ka marrë një institucion që ti nuk e di fare. Çfarë janë këta, kush janë, sepse funditës është sikur me një licencë banke është zotëri. Ligji thotë që kur ke një bankë ti duhet të dish ortakët fundorë të bankës.
Këtu se di asë njëri. Edhe për 5 vjetë këta nuk likujdojnë do të asë kredin për 5 vjetë, kupton apo? Edhe po të heci mirë aeroportit, të bëjt lekët, të japin lekët, nuk e le i kredidhensi. Thot, jo, do presësh 5 vjetë një. Do më dhe situata është aqë komplekse, prandaj dhe Prokuroria e Tiranës ka regjistruar një procedim penal për mashtrime pasojë të rënda. Nuk është vetëm çështja e aksioneve si ka lëvizur një tjetër. Pra, po hetohet zoti Ajdin, më falni, Bexhet po hetohet për mashtrim. Shkallëzus aty. Jo, ka bërë dhe ky kallëzim, po hetohen, kanë bërë kallëzim ndaj njëri tjetrit. Kanë bërë kallëzim ndaj njëri tjetrit. Po hetohet për një skem shumë. Pra të dy palët akuzojnë njëri tjetrin për mashtrim. Po hetohet për një skem shumë të madhe gjëja, domethënë është shumë komplekse dhe hetimi është kjo në Prokurorinë e Tiranës. Kur kaloj të s'është kjo, s'mund të jetë kjo dhe nuk është kjo te prokurori. Okej, po gjithsesi kemi një Jo, ideja është ke shteti. Spaku është me bëjmë një tunel dhe bëjmë një vrim në mal. Bëjmë një aeroport, bëjmë një vrim në ajër, vëm ke porti, bëjmë një vrim në ujë, edhe shteti shqiptar asnjëherë nuk ka kontrollin e gjithë Dhe kemi donë, se folën pak më parë për tunelin. Ishte një firmë turke, bëri letrat, u tërhoq. Kemi prap po një firmë turke te aeroporti, bëri letrat, u tërhoq. Çfarë është kjo, më? Kjo është, nuk është gjë e re kjo, kjo është histori shqiptare. Teknologji e njohur kjo. Gjithmonë gjehet një partner aty, sa për të bërë këto letra që ka eksperiencën e ka kështu. Kështu ishte dhe tendrat shëndetësi, po të shifsh ato koncesionet. Gjehet gjithnjë një kompani e vogël, bandej nga Hollanda, ku diun që sikur t'ishin ca kompani me emra, që kanë ekspertizë, që kanë ashtu, sigurisht i bëjnë derë shteti shqiptar, edhe në qoftë se ja vlen me pagu. Gjithsesi unë s'du të merrem me aeroportin se nuk e di. Asi është kontrata, është kush e ka marrë, as Pacolli. Këtu e gjithë puna e kësaj historie që nuk është e para. Kjo fillon që nga ato tjerat që janë përpara, me bankrëse, me drejtje. Atje s'po i marrë me rrallë gjitha. Tu s'ka transparencë. Tu jemi sofërqora. Absolutisht. Shteti shqiptar që ka për detyrë, qeveritë e linjës, ta diskutojnë. Roli kontrollues është zero. Ta bëjnë hapur çështje, të bëhen me garë, të bëhen të hapura, të dihen partnerët i interesit, bëhet një debat publik kur bëhet një vepër publike, për dalë edhe të gjitha këto. Tu bëhen qeftas më. Edhe vjen një ditë bukur, del dikushi, edhe qytetarët me drejt, kanë gjithë drejtën të dyshojnë, ore ç'është ky biznesmen i vogël që merr një vlerë ka gjithë madhe, shifra ka gjithë madhe, janë njërës që njofë, ka që është biznesi Shqipërisë, ku na dolin gjithë të si për marsë, njëre që hudhi 100 milion tjetër, që nuk po them për këtë, Pacolli, se ky ka tregu që i ka pare të, në një farë mënyrë. Jo se kanë qenë gjithmonë transparentës, edhe kyna për nga të resën ndërkombëtare kanë betë shpesherë, por këto tjerë të Shqipërisë, ku e di unë, ku që kanë gjithë to, si për marsa gjigantë që bëjnë aeroporte, që marrin koncesione për rrugët, për porte me qindra milione, kuptoti. Kompani që hapen para 2 vjetësh, me 100.000 Para 2 lekë. vjetësh merë ti. Tu është bërë kështu, keca miqë qeveri, merë një letër ti atje, merë një koncesion. Edhe shite atë letër. E qoke banka e di që ty do të financon buxheti për këtë punë, e financon banka projektit. Atje, se edhe bankat në i farë mënyrë, nuk është që kërkojnë një transparencë madhe për këtë punë. Se bankat kanë levërdigje, ma mjetë kënë një partner, 2 nga ato të mëjtë, që sa të meren me 1.000 investitor të vegjit, që me zorë dhe i mbledhin lekët. Kjo është një mekanizm gjithë, i ushqym direkt nga qeveria. Maroj këtë punë, nga kjo dhe ajo tjetër. Pse, pa jo historia Rapiskani, qërishë, si punë e kësaj. Erdi Rapiskani, kompania, hiku. Që hiku mrejnë ditës, ku që mo? Skanoj dhe korenti dhe rryma elektrike, sa bëj për skanimin e rrymës elektrike. E mora, po të si shëmbull, që kjo nuk është historia e pare shqiptare. Po fatkeqësisht. Ishin karamele ato, me që përshojmë. Në 12 vjetë kjo punë është kulmu ka që shumë, sa që unë kam frikë të shi. Ja e aeroporti Vlorës, fatkeqësisht. Se mirë keqë që i shpresë për atë zona, për turizmi, pritës e i lojë gjallëria. Mirë apo keqë, kundërshtim me regullat ekologjike, se u prisha ajo zonë që ishte ruajtë. Ti qujmë të humbur e këto punë. Po nga frikë që do zvarritet të shi me vite, burokracie, tu mund ketë edhe ndërhyrje ndërkombëtare, a thënë drejtë.
për geopolitik, për strategji, po e merë aeroportin, kush po e merë, kush është pastit, mund t'jenë edhe këto muhabete dhe nga i herë, kur tërhiqin qeverit shqiptare, sa jo një lloj burokracie për ta tërheqë zvarë këtë punë deri ku të gjeni i zgjidhje. Edhe plus që nuk është hera e parë që vepra publike, u bë gjitha e zhurë më aeroporti Kukësit i ere financu në falës ato, pastaj hudhit sa pare dhe qeveria shqiptare. Ku është më, që më bëtë? Se mund t'jenë edhe gjëra tjere këtu, që kanë aeroporte tjera, si Levërdis, konkurenca i hitet një pjesë. Janë të gjithë të gjëra më brenda, mu po i bëj analizë ka se të thash, as kam parë kontratën, as nuk e di si është realiteti. Dhe në rrasë të po them për gjithë veprat publike, duke qënë se është zonë e mbrojtur ekologjikisht, në basë do bëhet fole për pelikanin Kaçurrela. Dhe një fole mirë për pelikanin Kaçurrela dhe aeroport. Po ideja është tu që roli kontrolluesi i shtetit, faktet penale, roli kontrolluesi i qeverisë, faktet penale të këtyre viteve na kanë treguar me çështje konkrete që koncesionet dhe partneriteti publik-privat jo vetëm kanë dështuar, por kanë qenë një grop shumë e madhe dhe unë vazhdoj të ngull këmbë. Me koncesionaret, prokuroria na ka treguar që qeveria ka për vrim në ajër, vrim në det, vrim në tokë. Okej, jemi në 2 minutat e fundit, 1 minutë Poli dhe 1 minutë pastaj Kreshniku. Aeroporti do bëhet, në dienin time, pa tjetër që do bëhet, do mbaroj, kjo çështja e ortakëve në fakt, ortakët janë, është një lojë që shkon lartë në qeveri, është këta janë pasoja që po zihen, sepse fake janë edhe aksionet në përgjithësi dhe... Si janë fake aksionet? Po sepse... Aksionet kanë titular, kanë emër. Po sepse nuk munden të shiten 20% aksione, me 5.000, do më thënë, dhe unë them që do shkoj në SPAK, aeroporti do bëhet, por do shkoj në SPAK përsëri si puna e tunelit të Llogaras, do mbyll pjesën e saj, ka konflikt aksionerësh dhe kjo është punë e prokurorisë, do të mbyll pjesën, si që ndodhi me prokurorinë e Fierit për Bankersin, bëri sa shkoj e timet dhe ja qoj... Qofse ka subjekt posaçëm, qofse identifikuar që ka vepër penale, ose grup të zgjeruar. Jo, kur ka zyrtar. Kur ka zyrtar? Po pra se deri tani është një konflikt civil mes dyve. Jo, civil sërë? Po, tani, çështja është... Këtu gjithçka ka filluar mbrapsht, dhe në mënyrë të atill, do më thënë, sepse kompania që kishte gjoja përvojën, që kishte me letra për të bërë menaxhimin pas ndërtimit, që ishte me 40 turke me 40, pasi u mor koncesioni, pasi u mor dhe një kredi në BKT-n këtu rreth 50 milion euro, vajti dhe i shiti 20%, rreth 20 janë edhe diçka më shumë të aksioneve, 27 fare, se 2% i kishte ky, shkonin 59. 20 shitën ata, se kishte tjerët. Do më thënë, shkon dhe i shet për 5.000 euro, babarama. Por këtu, nga këto lojrash, këtu ke pa fund. 5.000 euro, 20% e aeroportit. Po këshu, po e njëjtë... Qatë mos vazhdo më tejtë. Kreshnik, lutem? Ilir, dëgjo... 20% koncesionit, se aeroport kishte shumë të rëndësishme për... 700 milion shit. Të lutem, Poli, shërbimi inteligent amerikan është shumë i vëmendshëm për portet dhe aeroportet në Shqipëri. Shërbimi inteligent amerikan ka ndërhyrë që t'i hiqet aeroporti Nën Tereza kinezëve dhe të njëjtën vëmendje ka edhe për aeroportin e Vlorës për një arsye më shumë, sepse familja Trump po investon 10 kilometra larg aeroportit dhe atje pritet të jetë baza e gjithë elitës të biznesmenve apo miliarderve të gjithë botës, përfshi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk mund të lejojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës një person i cili investon pa deklaruar origjinën e parave. Para të cilat mund vinë nga Azerbajxhani, Uzbekistani e tjerë, të cilat mund të jenë të dyshimta, kërkojnë një proces të hetimit, sepse në gjithë cepën e planetit, në Bashkimin Evropian apo në SBA, një apartament po bleve, një vil apo një garazh po investove, je i detyruar të tregosh burimin e parave dhe origjinën e financimit. Jo më të hapësh aeroportin më kryesor në Ballkan dhe mos tregosh origjinën nga vijnë parat. Për këtë arsye,
çështja e aeroportit të Vlorës është një çështje që do i nënshtrohet jo vetëm një hetimi kombëtar, po dhe ndërkombëtar. Okej, falenderoj Keshnik, falenderoj dhe 4 të ftuarit në studio. Ky ishte emisioni për sot. Rishjemi tonën tjetër. Natën e mirë gjithëve.